Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullah. Paqja, begatia, bekimet e Allahu xhalleshanu qofshin mbi ne, qofshin mbi ju. E lusë Allahu xhalleshanu ta bëjë namazin ton siç e ka emrin lidhje dhe dritë. Lidhje dhe dritë e cila nuk na shkputet dhe nuk na shmanget asnjëherë, as në jetën tonë, as në varret tona, as mbi urën e siratit, por as deri për të mbrim në xhennetin e Allahu xhalleshanuhu. E lusim Allahu xhalleshanu të na bëjë për atyre që kanë hyrë në rrugën e besimit, për atyre që kanë marrë në dorë dhe në zemra parsisht hartën e besimit, për atyre që i kanë zemra gjithmonë të zgjuara gjatë këtij udhëtimi, për atyre që gjithmonë janë vendosur për të qëndruar në këtë rrugë derisa ta dorëzojnë amanetin e tyre. Harta e besimit është titulli i ligjëratave me të cilat kujtojmë veten tonë dhe ata vëllezër dhe motra që na dëgjojnë, që na ndjekin, sepse gjatë udhëtimit në këtë jetë jemi shumë të nevojshëm për këtë hartë, jemi shumë të nevojshëm për ta lexuar drejt atë, jemi shumë të nevojshëm për ta mbajtur fort atë në duar dhe në zemrat tona, por jemi shumë të nevojshëm edhe për ta kuptuar atë dhe për të mos e keq kuptuar atë. Prandaj po flasim për stacionet e besimit, të cilat janë të rëndësishme për çdo njeri, por sidomos për ata që kanë hyrë në këtë rrugtim, që kanë pranuar ta bëjnë këtë udhëtim. Kemi folur për rëndësinë e udhëtimit, rëndësinë e kësaj harte, kemi folur për zgjimin e zemrave, zgjimin e mendjes, si një nga kushtet e vazhdimit të udhëtimit, kemi folur po ashtu për vendosmërinë e qëndrimit në këtë rrugë deri në fund. Do flasim sonte për një prej stacioneve më të rëndësishme, për një prej stacioneve që nuk na ndahet asnjëherë derisa të dorëzojmë shpirtin ton, por edhe për një prej stacioneve më të vështira të këtij udhëtimi. Vëllezër dhe motra, bëhet fjalë për stacionin e sinqeritetit, ose siç e shprehim ndryshe, të ihlasit apo të niyetit pastër dhe niyetit të sinqert. Vëllezër dhe motra, natyra njerëzore është që kur hyn vonë në udhëtim, mundohet ta kompensojë kohën që i ka ikur, distancën që se ka kapur dot dhe mendon se me vrapim apo me shumë punë ka për të arritur ta kompensojë këtë kohë dhe këtë distancë. Zakonisht kështu ndodh me njeriu, sidomos me njeriu të cilin e udhëzon Allahu xhalleshanu mas shumë kohësh, duke qenë pishman për atë që ka kaluar, ai mendon që thjesht me shtimin e veprave dhe me vrapimin në këtë rrugë mendon se ka për ta kapur distancën. Shtimi i veprave është i rëndësishëm, nxitimi në këtë rrugë është i rëndësishëm, por ka diçka që është më e rëndësishme se sa këto. Është cilësia. Sasia është diçka, cilësia është diçka tjetër. Çfarë është cilësia në këtë rrugtim, vëllezër dhe motra? Cilësia në këtë rrugtim është sinqeriteti. Është kusht jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili shpeshherë edhe punën e pakt e bën të shumtë, dhe Zot na ruaj nëse ajo nuk ekziston, punët e shumta nuk kanë vlerë tek Allahu xhalleshanu. Prandaj Zoti kur ka treguar qëllimin e krijimit dhe qëllimin e jetës, thotë është Allahu xhalleshanu, ai që krijoi vdekjen dhe jetën, liyebluakum ayyukum ahsanu amala, për t'ju sprovuar juve se cili prej jush do të bëj punë më të mira. Dhe dietarët e kanë komentuar këtë fjalën punë më të mira. Cila është ajo punë që quhet punë e mirë tek Allahu xhalleshanu? Dhe kanë thënë puna e mirë tek Allahu xhalleshanu është ajo që është e rregullt nga pamja e jashtme, është korrekte dhe në përputhje me ato që na ka mësuar Zoti dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por ka edhe një kusht tjetër që është kushti i brendshëm, ajo që është e sinqert, ajo që është e pastër, ajo që është vetëm për qëllimin e fitimit të kënaqësisë së Allahu xhalleshanu. Këto janë dy kushtet e çdo lloj pune për të quajtur punë e mirë, e rregullt dhe korrekte sa i përket pamjes së jashtme, rregullave që ndiqen, por mbi gjitha të jetë e pastër, të jetë e sinqert, të jetë e kulluar vetëm për qëllimin e fitimit të kënaqësisë së Allahu xhalleshanu. E përmenda pak, vëllezër dhe motra, që ky është stacioni më i vështirë, është i vështirë për dietarët, për hoxhallarët, për bamirësit, për çdo lloj njeriu, sepse askush nuk arrin të thotë që unë jam plotësisht i sinqert
dhe nuk kam asnjë hise, asnjë pjesë nga nefsi në këtë punë që bëj. Se natyra njerëzore është e tillë se përzihen nganjëherë interesat. Përzihet edhe pamja e jashtme që duket shumë korrekte, por ndoshta edhe ndonjë qëllim i brendshëm që është i padukshëm. Prandaj të gjithë dietarët, të gjithë udhëtarët e kësaj rruge gjithmonë kanë patur frikë dhe asnjëherë nuk kanë patur guxim të thonë vetes së tyre që elhamdulillah jam totalisht i pastër dhe i sinqert dhe e kam niyetin vetëm për Allahun xhaleshanu. Mbetet mëshira e Zotit, mbështetja tek Zoti që Zoti na i pastroj zemrat tona, na i pastroj niyetet tona dhe të na ndihmojë në këtë stacion, të cilin siç e përmenda është stacioni i cili nuk është se mbrite dhe thua elhamdulillah e kryeva edhe këtë gjë, vazhdoj me stacionin tjetër, jo, kjo është e përhershme, është e përditshme, është e përnaçme në çdo punë derisa të dalë shpirti prej këtij trupi. Transmetohet se Imam Gazaliu ka një fjalë kur thotë të gjithë njerëzit janë të humbur dhe të shkatruar përveç atyre që kanë dituri, që dinë. Pastaj thotë të gjithë ata që dinë janë të humbur dhe të shkatruar përveç atyre që punojnë me diturinë e tyre. Pastaj thotë të gjithë ata që punojnë me diturinë e tyre janë të humbur dhe të shkatruar përveç atyre që janë të sinqertë në atë që veprojnë dhe të sinqertët janë përballë një rreziku shumë të madh. Po të shikosh i ka ndarë Imam Gazaliu njerëzit në ata që dinë, dhe kjo është kushti i parë i fesë, është që të dijë njeriu, se përndryshe puna e tij nuk ka vlerë. Mirë po thotë edhe ata që dinë nuk e kanë punën lehtë, sepse dituria nuk ka vlerë tek Zoti nëse nuk pasohet me punë, nëse nuk veprohet. Pastaj thotë dhe ata që punojnë dhe veprojnë nuk e kanë të lehtë, sepse ata duhet të jenë sinqertë, por të sinqertët gjithmonë ndjejnë veten e tyre në një rrezik të jashtëzakonshëm, sepse siç e përmenda, askush se kthen dot gishtin drejt vetes së tij dhe thotë elhamdulillah në këtë zemër ka pastërti, në këtë zemër ka sinqeritet, në këtë zemër ka vetëm kënaqësi për Allahun xhaleshanu. Prandaj thash mbetet fillim dhe mbarim mëshira Allahu xhaleshanuhu dhe lufta e pandërprerë me nefsin. Xhihadi më i madh është transmetuar është xhihadi me nefsin. Çfarë xhihadi bëjmë ne me nefsin tonë? A e rrahim, a e godasim atë? Kjo është xhihadi më i madh, xhihadi me zemrën, është xhihadi me egoizmin, është xhihadi për ta pastruar çdo punë tonën, çdo fjalë tonën, çdo gjë që bëjmë të kulluar për Allahun xhaleshanu. Shpesh herë dëgjoni në lidhje me fjalën sinqeritet, dhe vetë fjala sinqeritet vjen nga gjuhët latine që do të thotë diçka e pastër dhe e kulluar në të cilën nuk është futur asnjë gjë tjetër. Përdorim shpesh herë dhe fjalën ikhlas. Edhe ikhlas ka të njëjtin kuptim, pastrim dhe kullim, diçka e pastruar dhe diçka e kulluar. Ka një ajet kuranor i cili siç na tregon mrekullinë që Allahu krijon qumshtin në barkun e kafshëve, ka përdorur fjalën sinqeritet, fjalën khalis apo ikhlas. Edhe ne në gjuhën tonë shqipe e përdorim shpesh herë halis, e kam halis për këtë gjë, ose këtë njeri e kam halis të afërt. Do thotë ke shumë të afërt, nuk ka asnjë lloj përzierje tjetër. Cili është ky ajet, vëllezër dhe motra? Është ajeti i cili tregon se si krijon Allahu xhaleshanu qumshtin në barqet e kafshëve. Thot Allahu xhaleshanu dhe prej shenjave të Zotit, ju keni mësim dhe argument në atë që ka krijuar Zoti tek kafshët. A se keni parë se si nga barku i tyre, në mes mbeturinave, bajgave dhe gjakut, Allahu nxjerr një qumësht i cili është halis, është i pastër dhe është i shishëm për të gjithë ata që pinë. Kur janë marrë shkencëtarët, dhe kjo është prej mrekullive të Allahu xhaleshanu, sepse se ka ditur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe as njerëzit e asaj kohe, por as dhe dietarët e asaj kohe se kanë ditur procesin se si formohet qumshti në barkun e gjallësave, në barkun e kafshëve. Nuk e kanë ditur, por njerëzit shkencëtarët teksa kanë studiuar procesin e formimit të qumshtit kanë thënë që kjo është prej mrekullive që njeriu e ka të vështirë ta kuptojë, jo më të bëjë diçka të tillë të ngjashme. Edhe shkurtimisht ka dalë ajo që thot Zoti në Kur'anin famlart, procesi i formimit të qumshtit është pikërisht që Zoti nëpërmjet këtij ushqimi i cili kthehet në mbeturina dhe mbajga që dalin jashtë, nëpërmjet këtij gjaku që transporton ushqimin,
si e ka mundësi që krijon këtë qumësht i cili der i kulluar, i pastër dhe i shijshëm për të gjithë ata njerëz që e pinë. Imagjinoni procesin dhe rrugtimin e këtij qumshti, sa mund, duhet dhe sa filtra kalon, sa pastrime kalon derisa të bëhet i pastër dhe i kulluar. A do ta pinte njeriu një qumësht të cilit i vjen era, bajga dhe mbeturina? A do ta pinte njeriu një qumësht i cili ka përmbajtje gjaku brenda? Po si ka mundësi ky qumësht del përmes bajgave dhe mbeturinave dhe përmes këtij gjaku dhe kur del i pastër dhe i kulluar? Zoti ka përdorur fjalën khalisan sa'igan lisharibin, të pastër, të kulluar dhe të shijshëm e të lehtë për të gjithë ata që pinë. Ashtu si ti o njeri nuk e pranon një qumësht të tillë, një pije të tillë, ashtu dhe Allahu xhalleshanu nuk e pranon atë punë e cila është e përlyer dhe e përzier me qëllime dhe me interesa të tjera. Zoti shikon zemrën dhe duhet që prej kësaj zemre të dalë një punë e pastër, sa do e vogël qoftë ajo. Ama Allahu xhalleshanu askush nuk e mashtron, prandaj ashtu si procesi i formimit të qumshtit kalon në shumë peripeci dhe në shumë filtra, ashtu dhe puna jonë, ashtu dhe fjala jonë dhe adhurimi ynë, vëllezër dhe motra, duhet kaloj pikërisht në këto filtra. Njeriu duhet punoj shumë derisa ta pastroj punën e tij edhe ti thot në fund, o Zot, kam bërë një punë që inshallah me mundin tim njerëzor është halis, është e pastër, ja vlen të quhet punë e mirë. Edhe kjo thash është xhihadi më i vështirë, sepse nuk është e lehtë. Të gjithë dietarët, të gjithë sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë patur frikë për veten e tyre se ndoshta janë hipokrit, ndoshta e kanë bërë ndonjë punë për ndonjë qëllim tjetër, për ndonjë interes tjetër. Prandaj e lidha sinqeritetin me fjalën ikhlas dhe mbi pikërisht me atë fjalë që ka përmendur Zoti në Kur'anin famlart, kur procesin e formimit të qumshtit në fund e ka quajtur qumësht halis, që është i pastër e i kulluar. Ka edhe një fjalë tjetër që shoqërohet fjala e sinqeritetit, që është e përdorur dhe e njohur për secilit prej nesh, themi niyeti. Sinqeriteti është niyeti i pastër, niyeti i sinqert, niyeti i kulluar. Pra synimi dhe qëllimi ynë në punët tona është i pastër dhe i kulluar. Me këtë punë synojmë kënaqësinë e Zotit, xhenetin e Tij, nuk synojmë as na lavdrojnë njerëzit, as na shtojnë rrogat, as na përmendin për mirë, nuk na bëhet qefi kur na lavdrojnë shumë, as nuk mërzitemi kur na kritikojnë, përderisa qëllimi ynë është i pastër dhe i sinqert për Allahun xhaleshan. Dhe ky nijet secili prej nesh e dim që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Niyeti ka dy funksione, vëllezër dhe motra. E para ka funksionin rregullator që i dallon adhurimet njëri prej tjetrit. Ne e dallojmë kur falim drekën dhe ikindin dhe niyetin dikush e bën me gojë, shumica e bëjnë me zemër. Pse është kusht ta bëjë njeriu niyetin? Se ai ta kujtojë vetes së tij se çfarë është duke bërë. Dhe kjo ndoshta është pjesa më e lehtë. Të dim se po bëjmë adhurim, po bëjmë namaz dreke, namaz ikindie, po bëjmë agjerim, qoftë agjerim Ramazani apo nafile. Ky është niyeti që bën dallimin dhe i përcakton adhurimet. Ky shkon ke farzi, ky shkon ke syneti, kjo është namazi drekës, ky është namazi akshamit. Dietarët thonë edhe ky niyet është detyrim. Njeriu gjithmonë duhet ta kujtojë vetes së tij një gjë të tillë. Por thashë kjo është pjesa më e lehtë e niyetit. Pjesa tjetër që është më e vështira është qëllimi i adhurimeve tona. Qëllimi i punëve tona që i quajmë punë të mira, qofshin fjalë, qofshin vepra. Kjo është pjesa më e vështirë dhe fjala niyet, dietarët thonë, ka lidhje me një fjalë tjetër arabe, nawatun. Niyetun dhe nawatun. Nije është niyeti, qëllimi, synimi i njeriu. Nawatun është bërthama, sidomos bërthama e hurmës. E thënë ndryshe është fara e diçkaje. Kjo fara gjithë e dim ne se sot është shumë e rëndësishme, sepse në çdo farë Allahu xhaleshanuhu ka vendosur gjithë sistemin gjenetik. Prej asaj fare të vogël del një pemë e madhe. Mirë, po çdo gjë është brenda asaj fare. Në miniaturë çdo gjë është brenda saj. Nëse fara është e shëndetshme dhe nuk ka smundje brenda, me lehtë Zotit prej asaj fare do dalë pemë e shëndetshme. Nëse fara ka mangësi, nëse fara ka smundje, edhe pema do dalë e tillë. Kjo është kuptimi i parë për të na treguar që ashtu
Allahu xhalleshanu shikon niyetin e njeriu. Nëse niyeti i njeriu është i pastër dhe i sinqert, me lehtë Zotit, edhe puna e tij ka për qenë e pastër dhe e sinqert. Mirpo fara ka edhe një funksion tjetër. Ka mundësi që fara të mos mbijë, sepse vendi nuk është vendi i përshtatshëm për të mbirë, por fara është e shëndetshme, është aty, e gjallë. Në çdo moment që i ka kushtet, ajo del dhe mbin. Ka shumë fara në barkun e kësaj toke që nuk ka mbirë, por s'do të thotë se e kanë humbur funksionin e tyre. Çfarë dua të them me këtë, vëllezër dhe motra? Kur niyetet janë sinqerta dhe njeriu nuk ka mundësi ta bëjë punën, ai shkruhet tek Allahu xhalleshanu sikur e ka bërë atë punë. Ashtu si puna e farës që s'ka patur mundësi të mbijë dhe të nxjerrë një pemë, por fara është aty e pastër dhe e shëndetshme. Ashtu dhe puna e niyetit njeriu, e sinqeritetit, kur ai e ka patur qëllimin e pastër dhe sinqert për ta bërë një punë të mirë, por nuk i është dhënë mundësia, ka patur pengesa që e ka ndaluar, Allahu xhalleshanuhu me mëshirën e tij e merr dhe e pranon atë niyet dhe ja shkruan njeriu sikur e ka vepruar atë punë. Ama a është e lehtë, vëllezër dhe motra, të pastrojmë niyetet tona? Nuk është e lehtë. Zoti na ndihmoft që niyetet tona të jenë pastra dhe sinqerta, dhe Zoti na ndihmoft që këto niyete të reflektojmë e t'i kthejmë në punë të mira. E pyeti dikush profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, nëse një njeri ka dalë të luftojë në rrugë Zotit, synon shpërblimin e Zotit, por ka edhe qejf të përmendet emri, se filani është trim që ka marrë pjesë në luftë, çfarë shpërblimi ka ai tek Allahu xhalleshan? Po të shikosh, ai e ka pjesën e parë, pjesën e kënaqësisë së Zotit, por synon dhe diçka tjetër." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Asnjë gjë nuk ka tek Zoti." Pyeti për herë të dytë: "Asnjë gjë", tha profeti alayhis salam. Pyeti për herë të tretë: "Asnjë gjë", tha profeti alayhis salam, derisa ta ketë niyetin e tij të pastër vetëm për Zotin. A do të thotë kjo se kur ne bëjmë një punë të mirë dhe njerëzit flasin mirë për ne, mund thonë filane e kam pa duke falë namaz nate, është shumë i devotshëm, e kam pa duke lexuar Kur'an, flasin njerëzit, por ne nuk e synojmë diçka të tillë, se kemi synuar asnjëherë. A do të thotë kjo që puna jonë nuk ka vlerë tek Allahu xhalleshanu? Jo, nuk do të thotë. Nëse jemi korrekt me atë të parën, me pastërtinë dhe me sinqeritetin, dhe nëse nuk kemi synuar kur famën dhe të na përmendet emri për mirë, Zoti e pranon niyetin të pastër, edhe kjo fama dhe fjala e mirë që thon njerëzit për ty nuk e prish niyetin tënd. Ama nëse janë ngatruar linjat, kemi dëshiruar edhe këtë të parën, por dëshirojmë sadopak dhe të dytën, këtë punë nuk e pranon Allahu xhalleshanuhu derisa niyeti të jetë i pastër dhe i sinqert. Vëllezër dhe motra, aq i rëndësishëm është ky niyet, saqë e përmenda, thash, është stacioni më i rëndësishëm i cili nuk mbaron derisa të dorëzojë njeriu shpirtin e tij, por rëndësia e niyetit ku qëndron se niyeti është për atyre gjërave që e dobësojnë shumë cytjen e shejtanit të mallkuar. Shejtani i mallkuar kur i ka thënë Zotit që unë do t'i humb njerëzit, krijesat tuaja ka për të humb, ka thënë: "Qale fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Betohem, shejtani betohet në madhështinë e Zotit. Tha ai i mallkuari: "Betohem në madhështinë tënde. Unë kam për t'i humbur të gjithë ata, pa përjashtim, përveç atyre që janë robrit tuaj të pastër dhe sinqert." Edhe ai e ka ditur që përballë një kategorie nuk ka fuqi. Të gjithë ka për t'i humbur përveç një kategorie e cila është e pastër dhe e kulluar. Por cila është kjo kategori? Ajo që pretendon se ka pastërti dhe sinqeritet, apo ai që punon shumë me veten dhe të cilën e ndihmon dhe e mbështet Allahu xhalleshanu. Prandaj dietarët thonë që shejtani nuk ka fuqi me njerëzit e pastër dhe sinqert, sepse ata lidhjen e kanë direkt me Allahu xhalleshanu, nuk futet dot shejtani mes niyetit pastër dhe mes Allahu xhalleshanu. Zoti na ndihmoft ndaj çytjeve të shejtanit mallkuar, se kjo nuk është e lehtë, edhe i boft niyetet tona të pastra dhe sinqerta vetëm për Allahun xhalleshanu. Ky nijet është i rëndësishëm, vëllezër dhe motra, edhe për një arsye tjetër, sepse ai bën që edhe punët e rëndomta të kthehen në ibadet dhe në sevap. Shumica e punëve që bëjmë ne, angazhimeve, nuk janë ibadet të aspektit ritual.
Namazin na merr një kohë caktuar, leximi i Kuranit na merr një kohë caktuar, agjerimi na merr një kohë caktuar. Pjesa më e madhe e angazhimit ditor nuk është e kësaj kategorie. Mirë po niyeti i pastër dhe i sinqert i kthen të gjitha ato punët e rëndomta, i kthen në sevap dhe në adhurim tek Allahu xhalleshanu. Kur tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam për adhurimin dhe për shpërblimin që kanë punët e mira tek Zoti, tha në fund dhe një fjalë: edhe kafshata që bashorti e vendos në gojën e bashortës së tij, edhe ajo është sevap dhe shpërblim tek Allahu xhalleshanu. Ku njeriu me marrëdhëniet e familjes së tij, edukimin e fëmijëve të tij, ndarjen e ushqimit me familjen e tij, argëtimin me familjen e tij, gjumin e tij, çdo gjë që rri me shokët, me miqtë e vet, kur e bën me këtë nijet të pastër dhe sinqert, kur synon kënaqësinë e Allahu xhalleshanu, Zoti me mëshirën e tij e kthen këtë punë në sevap dhe në adhurim. E përmenda pak që 70-80% e angazhimeve tona ditore nuk kanë lidhje me ritualin e rregullt të adhurimit. Atëherë lufta jonë dhe përpjekja jonë, vëllezër dhe motra, është që edhe adhurimet tona, namazet tona të jenë pastra dhe sinqerta, që synojnë kënaqësinë e Zotit, por dhe këto punë të tjera, çfarë do lloj qofshin ato, të jenë pastra dhe sinqerta, të punojmë me veten tonë, që mos ketë punë të rëndomtë, që pse jo ushqimi ynë, argëtimi ynë, edhe pushimi ynë, të gjitha të jenë punë e mirë që shpërblehemi tek Allahu xhalleshanu. Forca e niyetit edhe sinqeritetit qëndron dhe një arsye tjetër, vëllezër dhe motër. Ai që e shpëton njeriu kur ka të lashe, siç është transmetuar, është sinqeriteti. Është ajo punë e pastër dhe sinqert të cilën e ka bërë për Allahun xhalleshanu. Profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili na edukonte shpesh herë me shembuj, me histori, tregoi historinë atyre 3 personave, të cilët gjatë një udhëtimi hynë ustrahuan në një shpellë dhe kur deshën të kalojnë për të kaluar natën, kur deshën të dalin prej shpellë, panë që ajo u bllokua nga një gur shumë i madh, fuqia e tyre fizike të borë bashk nuk mjaftonte për të larguar atë shpellë. Edhe e kuptuan që aty janë të vdekur, aty do të vdesin. Dikush prej tyre tha: le t'i lutemi Allahu xhalleshanu me punën më të sinqertë që mund të kemi bërë, se nuk na nxjerr prej kësaj shpellë përveç se sinqeriteti dhe puna e mirë që kemi bërë për Zotin. Nuk ka fuqi materiale që na nxjerrë ne prej kësaj. Dhe secili prej tyre filloi të kujtojë cila është puna më e pastër dhe më e sinqertë që kanë bërë. Njëri u lut dhe tregoi, kujtoi se i ka shërbyer prindërve të tij me kënaqësi, i ka shërbyer me sinqeritet, ndoshta ka lënë mangut hakun e fëmijëve të tij, por kurse ka haruar hakun e prindërve të tij dhe tha në fund: o Zot, nëse këtë punë e kam bërë vetëm për kënaqësinë tënde, për asnjë interes dhe shpërblim tjetër, na nxirr prej këtu ku jemi. Dhe shpjegohet, tregohet se lëvizi pak ai shkëmb. I dyti përmendi ruajtjen e amanetit, ruajtjen e hakut të tjetrit, kur kishte mundësi të hakun e tjetrit, e tha: o Zot, nëse unë këtë punë e kam bërë vetëm për hatrin tënd, dhe e kam dhënë hakun tjetrit mas shumë vitesh, dhe ai s'më ka thënë edhe faleminderit kur kam marrë hakun tim, por nëse e kam bërë me sinqeritet vetëm për kënaqësinë tënde, na nxirr prej këtu ku jemi. U tregua se prap lëvizja ai shkëmb që kishte rënë mbi hyrën e asaj shpelle, dhe i treti kishte ruajtur nderin e një gruaje e cila ishte nevojtare, kishte mundësi të vinte dorë mbi nderin e saj, ajo i kishte kujtuar Zotin dhe ky tha: o Zot, nëse unë kam ruajtur nderin e saj vetëm prej frikës prej teje dhe vetëm për të fituar kënaqësinë tënde, na nxirr prej këtu ku jemi. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot: u hap shpella dhe ata dolën të gëzuar duke qeshur. Për të na treguar, vëllezër dhe motra, se në këto momente ai që është fuqia më e madhe, dhe të gjithë kemi strese, kemi telashe, kemi halle, kemi probleme, duhet na shkojë mendja cila është ajo punë e pastër dhe e sinqertë, të cilën e dim vetëm ne dhe Allahu xhalleshanu. Prandaj dietarët kanë thënë: a ke diçka që ti lutesh Zotit kur ke telashe, kur ke probleme, ti thua Zotit: o Zot, këtë punë jam munduar ta bëj vetëm për kënaqësinë tënde. Vetëm unë dhe ti e dim këtë punë, askush tjetër nuk e di. Thot: atëherë përdore një punë të tillë, se kjo punë me lejet Allahu xhalleshanu është prej punëve e cila i hap shpellat e sikleteve, e telasheve të dunjas, i largon gurët dhe pengesat, kur nuk largohen gurët dhe pengesat nga çdo forcë fizike, po i largon vetëm sinqeriteti dhe pastërtia e punëve tona. Vëllezër dhe motra,
një jetë i pastër, një jetë i sinqert, bëhet sebeb për falje të madhe, për shpërblime të mëdha. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi për një grua e cila kishte gjunahe, por pa e parë askush, pa e parë asnjë lloj kamere, pa e lavdruar askush, shkoi dhe i dha ujë të pi një qeni i cili ishte duke ngordhur nga etja, dhe Allahu xhalleshanu për atë që bëri, për sinqeritetin e saj, për atë që e bëri këtë punë pa dashur asnjë lloj shpërblimi dhe falënderimi, ja fali Zoti të gjitha gjunahet. E dikush tjetër, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, mes të rrugës pa një mbeturin, pa një pengesë, e uli kurrizin e tij, edhe pse kishte barë mbi shpinën e tij, e largoi atë. Nuk e bëri për t'i thënë dikush, Allahu ta shpërblef me të mira. Nuk e bëri se e shihte dikush, e shihte vetëm Allahu xhalleshanu. Por Zoti i gjithësisë e fali atë njeri në atë moment. Dhe tregohet se Sultan Sulejman Kanuni, sultani më i madh i perandorisë osmane, që ka ndërtuar kompleksin e xhamisë Sulejmanie, që është në Istanbul, dhe gjithë mund ta vizitoni, është kompleksi më i madh i një faltorie në gjithë tokët e perandorisë osmane. Mbasi mbaroi ndërtimin e xhamisë me shpenzimet e tij, thonë që ai pa në ëndër sikur po bëhej kiameti. Dhe pa që u vendos peshorja e Sultan Sulejman Kanunit përpara Allahu xhalleshanu. Pa që gjithë xhamia kompleksi Sulejmanisë ishte në njërin krah të peshorës, dhe pa në krahun tjetër të peshorës një ibrik me dhall, por pjesa krahu që ishte ibriku me dhall rëndonte më shumë se sa xhamia e Sulejmanisë, edhe ajo u ngrit i tmerruar, i friksuar prej kësaj ëndre. Dhe të parin që takoi ishte dietari më i madh i asaj kohe, Sheikhul Islam Ebu Suud Efendiu, dhe tha, kam parë një ëndër të tillë, çfarë komenti ka kjo? Ai tha, sultani i madhërisëm, ler pak kohë të pyes për komentin e kësaj ëndre. Ëndra lidhe, patjetër që lidhe me xhaminë e Sulejmanisë, po kishte ndodhur diçka në gjatë ndërtimit të xhamisë. Thonë që dietari Sheikhul Islami Ebu Suud Efendiu shkoi dhe takoi punëtorët që punonin akoma në xhami, jenë në përfundim e sipër, dhe i tha, çfarë ju ka ndodhur juve? A ju ka ndodhur në një ngjarje të caktuar, që ka lidhje me dhall, me një ibrik, me diçka të tillë? Ata u kujtuan dhe thanë, po, na ka ndodhur një ditë ku ishte zheg i madh, temperaturë e madhe, dhe ne vazhdonim punonim sepse duhet ta mbaronim sa më shpejt xhamin, ishim të stërlodhur, ishim të sfilitur në atë vap, në atë zheg. Erdhi një plakë e vjetër, një gjyshe e vjetër, edhe tha, bijtë e mi, ju qofshi me të kratë leta, ju qofte letë puna juaj, nuk ka mundësi t'ju shërbej gjë tjetër, veç se ju kam sjell një ibrik me dhall ftoh, ndoshta ju rahaton pak. Tha, nuk e ke idenë se çfarë gëzimi kishim kur e pima dhall, kur pushuam, u qetësuam, dhe i tha asaj, Allahu ta shpërblef me të mira. Ajo tha, ju bëft mirë, dhe Zoti u alesoft punën, mori ibrikun bosh dhe u kthye. Kaq tha. Atëherë Ebu Suud Efendiu tha, ky është komentimi i ëndrës, shkoi dhe ja tregoi sultanit që ajo punë, nga që ishte pastër dhe i sinqert, kishte vlerë tek Zoti sa ndërtimi i xhamisë Sulejmanisë, madje më shumë se sa kaq, se aq pati mundësi ajo. Gjithë mundësinë e saj, gjithë, po themi, shpenzimet e saj, i kishte një ibrik me dhall ftohtë. Për ta treguar të gjithë dhe vëllezër dhe motra se këto punët, sado të vogla qofshin, kur janë të pastra, kur janë të sinqerta, tek Allahu xhalleshanu kanë vlerë të jashtëzakonshme. Vëllezër dhe motra, e përmenda pak që sinqeriteti është stacioni më i vështirë. Është i vështirë sepse njeriu asnjëherë nuk mund të jetë i qetë me zemrën e tij, nuk mund të thotë që unë elhamdulillah jam i sinqert, nuk kam frikë hipokrizin, e kam zemrën totalisht të lidhur me Allahun xhalleshanu. Nëse është besimtar, gjithmonë ja ka frikën vetës, se vetja gjithmonë e ka hisën e saj, e ka pjesën e saj. Prandaj dietarët thonë, puna më e vështirë për njeriu është sinqeriteti, sepse nefsi do gjithmonë të lavdrohet. Nefsi do gjithmonë hisën e vet. Në çdo punë që bëhet, e ka qef nefsi ta ketë hisën e vet, por cilat janë shenjat që tregojnë që njeriu ka hyrë në rrugën e sinqeritetit dhe e synon sinqeritetin? Dietarët thonë janë disa prej shenjave. Njerëzit e sinqert i gjenë që gjithmonë kanë frikë nga hipokrizia. Gjithmonë kanë frikë se nuk janë të sinqert e nuk janë të pastër në jetët e tyre. Nëse njeriu akuzon veten e tij, nëse gjithmonë kanë frikë, dije se ky është prej atyre që është në rrugën e sinqeritetit dhe po lufton.
me nefsin e tij, po lufton me shejtanin e mallkuar. A e keni dëgjuar vëllezër dhe motra se si Omer ibn al-Khattabi, Zoti qoftë i kënaqur me të, ai njeri që është gjigant i besimtarëve, është personazhi që përfaqëson besimin, pastërtinë dhe sinqeritetin, shkonte dhe i thoshte Hudhaifa ibn Yamanit, Pashallahun, mos më ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam ndonjë ditë në listën e munafikëve, e hipokritëve. Dhe dietarët thonë, ato sahabët të mëdhenj thotë, kemi arritur 26 sahabët profetit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kishin frikë se janë hipokrit, ndoshta kanë ndonjë shenjë hipokrizie. Ky është treguesi, një nga treguesit që tregon që njeriu ka frikë për veten e tij. Prandaj ai njeri gjithmonë akuzon veten e tij se nuk është prej sinqertë. Po kjo është shenjë e mirë, tregon që ai është në rrugtimin e sinqeritetit. Ka dhe një shenjë tjetër, kur të barazohet lëvdata dhe kritika. Nëse jem pararoj dhe jem në fund, nëse nuk të bën përshtypje diçka e tillë, kjo është shenjë e mirë, tregon se ke llogarin me njerëzit, por e ke llogarin me Allahu xhalleshanu. A ka qenë lehtë që Usame ibn Zeid, 17 vjeç, djalosh 17 vjeçar, bëhet komandant i ushtrisë dhe ushtarët e këtij komandantit ishin Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Khalid bin Walidi, këta dietar të mëdhej, këta luftëtar të mëdhej, ishin ushtarët e një djaloshi 17 vjeçar. Si së shkoi një herë mendja këtyre, thonë, po kush është ky që të bëhet komandanti ynë? Sepse ata ishin stërvitur, kishin punuar, edhe e dinin që më e vështira, por sekreti fitores është gjithmonë tek sinqeriteti. Thuhet që Omer ibn Khattabi shkarkoi komandantin suprem që gjithmonë kishte korrur suksese, Khalid bin Walidin. Në mes luftës e shkarkoi atë dhe vendosi Ebu Ubejde ibn al-Jarrah si komandant. Pra varësin e tij e bëri komandant, po këto e bërin në mes luftës. Komandantët të mëdhej duhet ja masish mirë edhe shikimet, se ndoshta në momentet caktuara po u mërzitën, ata bën që dështoj betejë. Por Omeri donte që t'i tregonte muslimanëve që fitoria nuk është e lidhur me individ, as me aftësitë e individëve. Ajo ka rëndësi, po ka një pjesë caktuar, fitoria vjen prej Zotit, nuk vjen prej individëve. Kjo ishte një nga arsyet që e shkarkoi nga detyra e komandantit suprem Khalid bin Walidin. Po dietarët thonë, kur u shkarkua Khalid bin Walidi në mes të betejës, çfarë bëri ai? Thonë, ai ishte ushtari më i mirë që kishin parë ata me sy. Ishte ushtari që i bindej komandantit të tij, që i tregonte që gjitha taktikat e luftës, dhe në fund të luftës vetë Ebu Ubejde tha, Eba Khalidun illa an yakuna qaidan. Khalidi refuzoi përveç se të ishte komandant. Ai ishte me të vërtet komandant. Njeriu tregon veten e tij pikërisht kur nuk është në pararoj. Jeta mund ta çojë në pararoj, jeta mund ta çojë mbrapa. Ai që ka në jetën e tij të pastër dhe sinqert për Allahun xhalleshanuhu, nëse është pararoj thotë o Zot më ndihmo, ma lehtëso barrën se kam barë shumë të madhe. Po nëse është mbrapa thotë o Zot më ndihmo, nuk është e rëndësishme nëse jam në fillim apo jam në fund. Kjo është treguesi kur njeriu i barazohet edhe lëvdata, kur flasin njerëzit fjalë të mira, thonë elhamdulillah, është për Allahu xhalleshanuhu, por nuk është të shtohet motivacioni për të bërë punë të mira, por mund të vinë dhe kritika. Nëse në jetën e këtë pastër dhe sinqert, çfarë rëndësie ka njerëzit lavdrojnë apo njerëzit shajnë? Po ashtu e fundit, vëllezër dhe motra, shenja e të sinqertit qëndron në atë që të sinqertit gjithmonë kanë frikë se nuk do t'ju pranohen punët e tyre. Allahu thot në Kur'anin famlart, ata që kur japin gjithmonë kanë frikë se Allahu s'ka për ta pranuar punën e tyre. Gjithmonë i gjen të trembur. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, i tha, ja Rasulullah, apo flet Allahu për ata që bëjnë imoralitet, që pinë alkool, që bëjnë punë këqija. Pra edhe i bëjnë punë të këqija, por bëjnë dhe punë të mira, po kanë frikë se Allahu s'do t'i pranojë punët e mira nga që bëjnë gjunahe. Jo, o e bia e Ebu Bekrit, tha, nuk janë ata. Janë ata të pastrit e të sinqertit që nuk bëjnë as zina, as imoralitet, as nuk pinë alkool, bëjnë vetëm punë të mira, po gjithmonë kanë frikë se si ja pranon Allahu xhalleshanu, sepse thonë o Zot, ne nuk jemi të meritueshëm që të na pranojsh punën për nesh. Këta janë ata që kanë frikë. Prandaj kur njeriu gjithmonë ka frikë se Zoti ndoshta s'ja pranon punët e tij, se nuk është i meritueshëm për ta pranuar punën, kjo është shenjë e mirë, tregon që ai marrëdhënien e ka të pastër dhe të sinqert me Allahun xhalleshanuhu, sepse Zoti thot innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin,
Allahu pranon për atyre që janë të pastër, të devotshëm dhe sinqert. Vëllezër dhe motra, stacioni i sinqeritetit, siç e përmenda, është i gjatë, është i vështirë, është i lehtë për ato që e lehtëson Allahu xhalla xhanuhu, por unë do të ndalem këtu me shpresë të Zotit e vazhdojmë dhe pjesën tjetër javës që vjen. E lusë Allahu xhalla xhanuhu na ndihmoj të gjithëve mbi nefsin ton, mbi vetët tona, mbi zemrat tona, që ato që mendojmë të jetë sinqert, ato që flasim të jetë sinqert, ato që veprojmë të jetë sinqert. Na ruaj Zoti nga shejtani i mallkuar, nga cytjet e tij. Na ruaj Zoti nga interesat materiale kësaj bote. Na ruaj Zoti nga pjesa dhe hisja e nefsit ton, e cila gjithmonë kërkon që të lavdrohet, gjithmonë e zgjat kokën që të flasim njerëzit për mirë. O Zot, na ndihmo të gjithëve në udhëtimin ton, na ndihmo të gjithëve në rrugtimin e sinqeritetit. Bëj fjalët tona të sinqerta, bëj punët tona të sinqerta, bëj ato që mendojmë dhe në jetët tona të sinqerta, dhe na mundëso që deri në fund të këtij udhëtimi të na ruash e të na mbrosh nga çdo e keqe, nga çdo gjë që e prish niyetin ton dhe që e prish sinqeritetin ton. Zoti ja shpërblet me të mira. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.